Eliona Binakaj duket se po e ka jashtëzakonisht të vështirë të përballojë qëndrimin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Së fundmi, banorët e tjerë vunë re të mërzitur dhe me lot në sy, ndërsa vetë Eliona ka shprehur hapur dëshirën për të tërhequr nga loja. Edhe pse ka marrë këshilla dhe mbështetje të vazhdueshme nga konkurrentët, gjendja emocionale e saj duket se nuk është ende në nivelet e duhura për të përballur me presionin e shtëpisë më të famshme të Kosovës. Si një vajzë e re vetëm 18 vjeçe, Eliona po përjeton një ndjenjë të fortë malli për familjarët e saj jashtë, gjë që sipas banorëve të tjerë është arsyeja kryesore e trishtimit dhe tensionit të saj emocional. Çdo moment brenda shtëpisë duket se e përforcon këtë ndjenjë, duke e bërë të ndihet më izoluar dhe e pafuqishme përballë sfidave të programit. Për momentin, nuk dihet nëse ajo do të marrë vendimin përfundimtar për të lënë spektaklin, por të gjithë ndjekësit janë të shqetësuar dhe me sy të ngulur në çdo veprim të saj. Fansat e programit tashmë po presin me padurim të shohin se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim, duke komentuar dhe duke shprehur mbështetje të madhe për vajzën e re. Historia e saj nuk është e panjohur për publikun. Para pak vitesh, Eliona përjetoi një tragjedi të thellë, pasi nëna dhe motra e saj humbën jetën në një aksident të rënd. Ngjarja e dhimbshme u rikthye në fokus gjatë reality show, duke shtuar edhe më shumë dimensionin emocional dhe dramatik të qëndrimit të saj brenda shtëpisë. Momenti që po kalon Eliona është një test i vërtet i forcës së saj, dhe të gjithë mbështetësit e saj shpresojnë që ajo të gjejë paqen dhe vendimin më të mirë për veten, pavarësisht sfidave që i ka paraqitur ky spektakël. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.